Do të flasim sot për ekspozitën Unë dhe ju, ja dolëm, një ekspozitë që ka ardhur me një mesazh të fortë për qëndresën, shpresën dhe forcën njerëzore. E të ftuar sot në studio kemi autorën e kësaj ekspozite, zonjën Raimonda Katanolli. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Do të bisedojmë pak për frymëzimin, për procesin e gjithçka tjetër. Së pari, na tregon si lindi ideja për një ekspozitë të tillë. Okej, s'pari pi ju tregoj, kur ja fillova me pikturu, unë edhe si e vogël kom pas shumë sens, do të thënë kom pas pasion pikture, po megjithatë, kryesisht ja kom filluar për kohë të Covidit, se përjetova shumë keq, ra shumë depresion, edhe ndija vetën shumë të zbrast. Edhe djali pastaj më shtiu, fillo me u marrë, tha ti kish shumë sens për piktur, meri fëmijët, tha edhe filloni pak me pikturu atë. Kjo ishte. Çfarë simbolizon ky titull? Unë dhe ti ja dolëm. Unë këtë ja kum dediku fëmijëve të mi, ata janë muratorët të zemrës time, unë i kam vetëm ata në jetë, kështu që pas vdekjes prindve, mendoj se ata janë shumë të rëndësishëm për jetën time. Edhe aty një ju kom dediku vetit, edhe ati me qenë se kemi pas gjatë jetës shumë sakrifica. Shumë herët jemi nda me shokun, i kemi nda rrugët e jetës, edhe pas ta i kom ngell vetëm me fëmijë. Na trego sa kohë ka marrë kjo ekspozitë? Ekspozita më murë diku 1 vjet e gjymës. 1 vjet e gjymës. Se unë punoj shpejt, edhe kur t'ulem, punoj shumë kohë gjatë, dhe me thonë nga 5-6 orë ja kushtoj pikturës, edhe ja dola. Me të vërtet piktura shumë të bukura. Na trego pak temat të cilat i ke trajtu. Kryesisht janë nga jeta e përditshme, kom dëgja, unë e kom të përzime ekspozitën, do me thënë, ka edhe abstrakte, ka edhe surreale, ka edhe reale, ka kryesisht pejsashe, ka femra, kam balerina në piktur, po e përdori shumë dantelën, dantela më fascinon shumë. Pastaj e kom një piktur për paqen, ajo i përmbledh 3 sende, ka dashuri, begati edhe në fund peace, pace. Përmendë dantelën, me cilat teknika, me cilat materiale keni punu piktura tjera? Piktura tjera i kom punu në letër, dhe me thanë, me akrel, po tani kom fillu edhe në pëlhur me pikturu. Kryesisht para disa ditve e pikturova një jelek për veti, edhe tani së shpejti do ta qepi. Vetë e kom kriju, vetë krejt. Po shihet që po flet me shumë pasion për këtë ekspozitë. Shumë piktura. Sa është personale për ju? Shumë është personale, Nora. E adhuraj, besa. Edhe më besa se prej kur kom fillu me u marrë me piktur, absolutisht nuk kom stres. Edhe nuk ri me njerë që kanë stres. Mu sa të filloj me atë atmosferën me ma ba stresuse, unë largohem, ose i thëm të lutem, të ndrojmë temën, ose apo kuptan. Keni filluar me pikturën në periudhën e koronavirusit. Keni pasur prirje edhe më parë? Po, unë edhe si e vogël. Me qenë se kemi ngenë, se familja pri babit, shumë prej tyre janë marrë me artë, po vetëm djali tezës babit e ka një punim të madh në Dubrovnik, në mur të një restoranti. Për ndryshe të tjerët nuk kanë ba piktura. Bile e kom edhe haxhën piktor, edhe i them gjithherë, pse mora asnjë piktur nuk e banë. Unë kur s'kom qenë piktore, thashun që arita me hape dhe ekspozitën. A gjete përkraje në atë kohë kur fillove me pikturu? Vetëm djali. Pastaj edhe 2 djemë tjerë, se unë kom binjakë në fund, më kanë përkra shumë, pastaj edhe vajza, kështu fëmijë, do me thënë kryesisht më kanë përkra. Ku e gjenë inspirimin në momentin kur fillon me pikturu? Në mramje, në gjumë, fillon ajo me lodh pak, me masim, me më preokupu. Pastaj, kur zgjohem në mëngjes, unë e veç jo me përgaditun. Kryesisht në mëngjes edhe në mramje pikturaj në orët e vona. Ekspozita për ndryshe ishte mrekullueshme, një numër shumë i madh i vizitorëve, ishin këto pritshmëritë tuaja? Po, e kom ditë se do ta vizitojnë shumë, po mendoj edhe në fund, në kohën e fundit e kom pas një ashtu frikë, mos piktorëve, mos nuk për ju pëlqen, piktorëve që kanë emën, kuptohet. Se këty në piktorëve tjerë edhe unë nuk kam akoma emën, adin, po tani e fitova emrin, tani jam piktore. Kom hyrë sigurisht në listën e tyre, edhe shumë jam, kom qenë e lumtur.
Shumë, me të vërtet kom qenë e lumtur. Me vizitën e tyre edhe pastaj reagimin, se shumica prej tyre me njerë më ftojshin edhe më thonin teknikën e ke shumë të bukur, po na pëlqen, duhet bisedojmë, duhet i ndrojmë numrat e telefonit edhe kështu. Ishin të interesu. Si e shihni rolin e artit në trajtimin e përvojave dhe emocioneve të njeriut? Dëgjoj, unë e konsideroj se krejt jeta është art. Apo kupton. Unë për shembull kur thot dikush po dëgjoj muzikë, unë edhe matematikë kur kom mba me nxansa, se unë kom bajt edhe kurse, më flen shumë edhe matematika, unë e kom konsideruar gjithmonë edhe matematikën art. Edhe është art në vërtet. Se krejt jeta jonë është art, apo kupton? Po. Edhe kështu. Edhe lidhet me gjithçka. Lidhet me gjithçka. Po ndalemi pak tek hapja e ekspozitës, na trego sa ishte sfiduese me organizu komplet. Ku gjete ndihmë më shumë? Ishte sfiduese, po Nora, unë jam shumë punëtore, kur t'ja jap vetit një detyrë e përfundoj, e çoj deri në fund, pa marr parasysh sfidave, pa marr parasysh sakrificave, pa marr parasysh a jo mirë, as jo mirë. Në ato momente nuk mendoj fare në diçka tjetër kur preokupohem me një detyrë timën cilën vetit ja kom parashtru, edhe krejt i kom ba vetë. Krejt vetë i kom ba, vetëm fëmijët më kanë suportu financiarisht, kërkush tjetër. A mendon këtë ekspozit me hap edhe në pika tjera? Po mendoj pak me hap në New York. Po në shku po në New York edhe me i dërgu pikturat. I përndrysha dhe jetoni atje? Pjesërisht, se fëmijët më jetojnë, unë kam jetu disa vite, po pastaj u ktheva se vajza më jeton këtu. Edhe disim mu duke se e kom lënë anash disi vajzën. Një dallim që mundesh me bë New York Prishtinë? New York është ëndër, Nora, është prallë me të vërtet, edhe është vend shumë i bukur. Është gjuna mos më shku me vizitur. Shumë. Për gjithë artistët e rinj të cilët po na dëgjojnë, cilët do të ishin disa nga këshillat tuaja? Mendoj se duhet të punojnë, duhet të japin sa më shumë në pikturë, edhe asnjëherë mos më u ndal, edhe nëse kanë pengesa apo nëse dikush mundohet me ju kthy rrugën apo kupton, duhet të punojnë. Si duhet të përkrohen më shumë artistët e rinj? Komuna ishte dashur shumë me i përkrase, me të vërtet nuk kanë kushte, është materiali është shumë i shtrajt, se kohën e kanë pa limit, do me thonë, prej mëngjesi dhe mramja ata mund të miren, ajo është veç vullneti, kur ke vullnet mundesh në çdo kohë me u marrë me art, apo kupton. Po me qenë se unë e 71 vjeçare, veç e gjeta mundësin, ama duhet i përkrahin, me të vërtet. Cilët janë disa prej artistëve nga cilët ndoshta dhe je inspiruar? Më pëlqen shumë Van Goghu, më pëlqen Zake Prelbukaj e Atur Raj, shumë më pëlqen si artiste e jona. Më pëlqen, ka Gjafer Gjafa më shumë, o zot tash momental. Ka artistë mirë nga vendi. Shumë. Kemi, kështu që ka njeri pri kujt të inspirohet. Apo kupton, veç duhet të ketë vullnet. Dhe për fund një mesazh? Për fund një mesazh kisha m'ju thënë, sidomos do t'ju drejtoja në pensionistëve, të cilët mendojnë se me rastin e pensionimit është ndal jeta e tyre, përkundër, në atë moment kur pensionohen, ata duhet gjithsesi t'i gjejnë vetit një nismë tjetër edhe të fillojnë me u marrë me diçka tjetër, se është vërtet gjuna me mendu se aty ka përfundu jeta e tyre. Sigurisht, një mesazh shumë i bukur për gjithë mashatarët, ju po dukeni shumë me energji të mirë, shumë aktive, ju uroj edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Uroj të shihemi sërish me ekspozitën e radhës.